Një burr në Bitonto, në rajonin e Puljas në Itali, rrezikoi të humbiste një fitore prej 1 milion eurosh, pasi hodhi gabimisht në plera kuponin fitues të basteve. Fal ndërhyrjes së punojësve të kompanisë së pastrimit Samb, bileta u gjet brenda 48 orëve, mes grumbujve të mbeturinave. Pas kontrollit në gati 6 milion ton mbeturina, u gjet mes tonesh në mbeturina, ka deklaruar ai pasi punojësit i erdhën në ndihmë për ta gjetur. Sapo kuptoi gabimin, fituesi kërkoi ndihmën për të lokalizuar kuponin. Punojësit identifikuan automjetin kompresor që kishte mbledhur mbeturinat dhe nisën një operacion të posaçëm kërkimi. Sipas TG-kom pasorësh kontrollesh në grumbujt e mbeturinave, ata arritën të gjenin kuponin fitues, duke i mundësuar lojtarit të tërhiqtet çmimin prej 1 milion eurosh. Historia ka bërë jehon në Itali për shkak të përfundimit të saj të pazakontë, ndërsa ndërhyrja e shpejtë e punojësve të pastrimit rezultoi vendimtare për gjetjen e biletës së çmuar.